Mirëmbrëma miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm. Sonte do t'ju njoftoj të udhëtojmë në një kohë kur njeriu ende nuk ishte ndarë veten nga natyra. Kur mjekësia nuk ishte vetëm shkencë, por edhe art. Dhe kur shërimi nuk kuptohej pa shpirtin. Nuk do të flasim për një figurë të zakonshme sot historike, por do të flasim për Paracelsusin. Një njeri që jetoi mes botës së dukshme dhe asaj të padukshme, mes tokës dhe qiellit, mes dijes dhe misterit. Një njeri që nuk e pranoi kur idenë se natyra është e vdekur dhe se njeriu është vetëm trup. Më 10 nëntor të vitit 1493, në Eisleden të Zvicrës, pranë një manastiri benedikt, lindi Philippus Aurelius Theophrastos Bobastus von Hohenheim. Ai erdhi në jetë në një vend malor të ftohtë, të mbështjellë nga mjegulla, aty ku natyra nuk ishte dekor, por autoritet. Babai i tij, Wilhelm von Hohenheim, ishte mjek i minatorëve dhe njohës i mineraleve. Një alkimist praktik që punonte me substanca të rrezikshme por shëruese. Nëna e tij, Elsa Oxner, ishte një shërbyese manastiri, një grua e thjesht fetare e lidhur me ritualin dhe heshtjen. Ajo vdiq herët dhe kjo humbje e la Paracelsusin, fëmijë përballë një bote të ashpër, ku figura e babait u bë jo vetëm prind, por edhe mësues, edhe iniciator. Fëmiria e tij nuk ishte e lehtë. Jeta e tyre ishte e varfër dhe shpesh në lëvizje. Kur zhvendosën në Vilak, në Karinthi, në një zonë të njohur për minierat, Paracelsusi u rit mes minatorëve, metaleve dhe sëmundjes. Ai pa njerëz të helmuar nga metalet, pa vdekje të parakoshme, pa trupin njerëzor të thyhej nga puna në thellësitë e tokës. Babai i tij mësoi se natyra nuk është as e mirë dhe as e keqe, por është e drejtë. Ai mësoi se e njëjta substancë mund të shërojë ose të vrasë, dhe se vetëm masa dhe vetëdia e bën dallimin. Ktu lindi ideja se më vonë Paracelsusi do të formulonte qartë idenë se doza e bën helmin. Mendojeni këtë. Nëse ne teprojmë atë duke rritur dozën, kthehet në helm. Mjafton të pish vetëm më shumë se sa duhet ujë, mund të pish më shumë se sa duhet birë, mund të marrësh medikamente më shumë se sa doza dhe ajo kthehet në helm. Pra këtu filloi botkuptimi i Paracelsusit. Në miniera, Paracelsusi dëgjonte tregime për gnom, për forcat të tokës që ruajnë metalet. Këto nuk ishin pralla për të friksuar një fëmijë, ishin përpjekje primitive për të shpjeguar inteligjencën e natyrës. Babai i tij nuk i mohonte këto histori. Ai shpjegonte të birit se toka është e gjallë, se ka parime të veta dhe se njeriu që e shkel natyrën pa respekt, ndëshkohet prej saj. Këtu lindi kontakti i parë i Paracelsusit me magjinë natyrore, jo si ritual, por si vëzhgim i parimeve të padukshme që drejtojnë botën. Ai filloi të shikonte këto duke parë të dukshmet, dhe filloi të kuptonte një botë që njerëzit e tjerë nuk e shihnin. Njerëzit e tjerë ishin të verbër, ata dashuronin materjen, luksin, donin të kishin më shumë kuaj, karroca, gjëra të bukura, kopshte me lule dhe t'i tregonin të tjerëve se shiko se çfarë kam unë. Por Paracelsusi shikonte një botë që nuk ekzistonte në sytë e këtyre njerëzve. Ai shikonte botën që qeveriste me të vërtetë tokën dhe natyrën. Ai shikonte një botë ku vetëm mendjet e fisnikëruara dhe shpirtrat arrinin të konceptonin ato nivele. Kështu filloi të studionte dhe filloi të kërkonte brenda vetes atë që njerëzve ose turmave ju mungonte. Kur u rit dhe shkoi në universitet për të studiuar mjeksi, Paracelsusi u përball me një zhgënjim shumë të madh. Profesorët recitonin Galanin dhe Avincën. Këta të dy ishin dy figura më të mëdhaja në historinë e mjekësisë dhe filozofisë në atë kohë. Si shkrime të shenjta,
por pacientët vazhdonin ende të vdisnin. Trupi shihej si një makineri dhe shpirti përjashtohej. Për Paracelsusin kjo ishte papranueshme. Ai besonte se një mjek që nuk e njeh shpirtin e njeriut nuk mund të kuptojë as edhe sëmundjen. Kështu ai u largua nga universitetet dhe zgjodhi rrugën e udhëtarit mistik dhe zgjodhi rrugën drejt dijeve mistike, por i vetmuar. Ajo rrugë kishte emrin ezoterizëm. Për vite me radha i endej nëpër Evropë pa shtëpi fikse, duke mësuar nga shërues popullor, nga mjekësia popullore, nga gra që njihnin bimët e zonës, nga alkimist, ermetik dhe murgj eremit që jetonin në pyje, larg njerëzve, jetonin të vetëm, por dinin aq shumë. Këtu ai u fut thellë në ezoterizmin praktik. Ai kuptoi se alkimia nuk ishte kthimi i plumbit në ar, ashtu siç ajo pretendon, por ishte një analogji e transformimit të njeriut. Ai formuloi 3 parimet alkimiste. Sulfurin si parim të shpirtit dhe vullnetit, mërkurin si parim të mendjes dhe lëvizjes dhe kripën ose salin si parim të trupit dhe të formës. Sëmundja sipas tij linte kur këto 3 forca humbnin ekuilibrin në aspektin fizik, në trupin fizik. Ai e lidhte këtë me 4 elementet: tokë, ujin, ajrin dhe zjarin. Nga toka vjen struktura, thoshte. Nga uji jeta, nga ajri fryma dhe mendimi, nga zjari transformimi. Në shkrimet e tij, Paracelsusi flet për qenjet elementare, si që janë gnomët e tokës. Janë disa krijesa të vogla që jetojnë në thellësi të tokës, kanë jetën e tyre, kujdesen për natyrën, për metalet sidomos, për arin, janë të shkurtër, nuk janë shumë të bukur nga fytyra, jetojnë në koloni dhe kujdesen për elementet e tokës siç është ari, argjendi, diamantët, gurët e ndryshëm, rubinin, dhe për këto janë bërë edhe disa filma, po aktualisht nuk po më kujtohet titulli që t'ja u jap, ndoshta nëse më kujtohet në vijim si do ta lexoni në komentet atë. Ai flet edhe për ujindat e ujit, të cilat janë krijesa që jetojnë brenda në ujë dhe kujdeseshin për detet dhe oqeanet, silfët e ajrit dhe salamandrat e zjarit. Këto të dyja janë po ashtu krijesa dhe në mitologji njihen si krijesa, se në aspektin alkimik dhe ezoterik janë energji, por në anën mitologjike, për shembull, silfët e ajrit janë disa krijesa shumë të vogla që janë me krah, kanë atë pjesën e trupit si të njeriut, ose si tona më sakt, dhe janë shumë të vegjël, kanë krah, janë si zana të vogla. Nëse keni parë filmin e Peter Pan, është ajo tringbelli që e quajnë, dhe këto janë krijesa që kujdesen për lulet, për bimësinë dhe duan shumë natyrën dhe kujdesen për atë. Gjithashtu janë dhe salamandrat e zjarit, të cilat janë në formën e një feniksi ose një, le ta quajmë, një reptili, por që janë me zjarr dhe janë shumë të shndritshme dhe kujdesen gjatë gjithë kohës për transformimin e gjërave në natyrë, por edhe për njerëzit. Këto janë në bazë të aspekteve mitologjike, ndërsa në aspektin ezoterik këto janë në formën e energjive. Ai nuk ishte si demon apo angjëj, por si inteligjenca natyrore, shprehje të parimeve kozmike. Kemi thënë se universi nuk përdor kur ligje, dhe të gjithë çfarë të thonë apo të flasin për ligjet e universit janë duke folur gjepura. Universi ka gjithmonë parime. Përplasja e njeriut me këto forca sipas tij mund të sjellë sëmundje, çrregullim dhe kriza shpirtërore, por edhe mentale, dhe pastaj njeriu kalon ato pjesët që nuk duhet të kaloj, duke abuzuar me veten, duke dëmtuar veten, duke menduar shumë gjëra jo të mira për veten e tij, dhe me kalimin e kohës këto sjellin një
lloj degradimi brenda 4 trupave tan deri në fund shkatrimin e tyre, sepse vetë trupat janë bashkimi i gjërave të kundërta, i 4 të kundërtave, dhe kur kjo ndodh, ato shpërben. Kur u kthye si mjek i njohur, Paracelsusi u bë figurë e rrezikshme për sistemin. Në Bazel u emërua profesor, por ai ligjëroi në gjuhën e popullit dhe dogji publikisht librat e autoriteteve mjekësore. Ky ishte një akt rebelimi, një deklaratë se dia nuk duhet të jetë pronë e elitave. Pas kësaj, ai u përjashtua, u përndoq dhe jetoi shpesh në varfëri, por vazhdoi të shëroi dhe të shkruaj. Dua të ndalem pak këtu sepse ashtu si u kam thënë dhe ja u rithem, kujdes me dijen që studioni, kujdes me dijen që mësoni, sepse dia të bën rebel. Dia të bën që ti të kundërshtosh atë që ke mbi veten tënde. Dia të bën që ti hap sytë dhe të kuptosh më shumë se ai që ti ke mbi veten tënde di më pak se ty dhe pastaj fillon rebelimi. E njëjta gjë ndodhi dhe me Luciferin në parajs. Mendoi se dinte më shumë se Zoti dhe u rebelua kundër drejt autoritetit suprem. Por për këtë do të ndalem në një pjesë tjetër ku do të flas për këtë analogji dhe kur Zoti e përjashtoi ose e dëboi nga parajsa, ai kishte humbur një nga gjeneralët e tij më të mirë. Megjithatë, ai ishte Luciferi në këtë rast, një engjëll i dështuar. Në vitin 1541 në Salzburg, Paracelsusi vdiq në moshë shumë të re, në moshën 47 vjeçare, dhe shkaku i vdekjes mbeti i paqartë. Disa flasin për sëmundje natyrale, të tjerë për elmim apo pasoja të ekspozimit të gjatë ndaj substancave toksike. Ashtu si jeta e tij dhe vdekja e tij mbeti e mbuluar me mjegull. Ai vdiq i varfër, i keq kuptuar dhe jashtë sistemit që kishte sfiduar. Zakonisht, nëse do të bëni një kërkim për të parë se njerëzit kanë frikë, kanë shumë frikë ta kuptojnë të vërtetën dhe shmangen, dhe janë ata ignorantët që gjatë gjithë kohës e mbushin veten ose kohën e vetes së tyre me gjëra idiote vetëm për t'ju shmangur të vërtetës, është dhe pjesa tjetër që ata që rebelohen ose kuptojnë shumë, fillojnë të dalin nga radhët e sistemi, sepse sistemi nuk do njerëz që të kuptojnë të vërtetën, por do njerëz që i nxjasojnë strucit, duke futur kokën në rer dhe duke vazhduar të kërkojnë krimba dhe bythën pastaj ta ngrenë lart dhe sistemi të punoj me ta. E kuptoni vetë ju këtë çfarë dua të them, që këtu fillon rebelimi nga dia të bën rebel. Por ndikimi i tij filloi pikërisht pas vdekjes. Këtu lind lavdia e njerëzve të mëdhenj. Veprat e tij u përhapën, u lexuan fshehurazi dhe u përqafuan nga rrymat hermetike dhe rozikursiane. Shekuj më vonë Carl Gustav Jung do të shihte Paracelsusin si pararendës të alkimisë, psikologjisë dhe të transformimit të brendshëm. Sot, çdo herë që flasim për mjekësi holistike, për lidhjen e trupit, mendje, shpirt dhe për natyrën si sistem të gjallë, ne po ecim në gjurmët e tij. Paracelsusi nuk ishte vetëm një mjek, as vetëm një alkimist. Ai ishte një njeri që pa përtej kohës së tij dhe kjo i kushtoi shumë derisa i e pagoi këtë. Dhe ndoshta mesazhi tim i madh për ne sot është ky, se njeriu nuk shërohet duke u ndarë nga natyra, por duke u rikthyer tek ajo. Unë jam Odisea Gora, studiues ezoterizmi dhe faleminderit që ishit edhe në episodin e sotëm. Shihemi në ditët në vijim. Deri atëherë ju uroj shëndet dhe të mira, paqe shpirtërore.